na vu në një kodër atje, në pritje për kthim për Kakavi. I ndanë, ca ishin ca djemë vlonjat, ata të shkretët ishin të paqetur, kush e di sa ditë rrugëtoheshin, me bark bosh, me bark plot, ku merret vesh. Me ata, po ata ishin, u dukesh, ishin si të rumbullakosur ata djemë, se si ishin, kështu si pamje. Nuk ishin fare të mbajtur, se kush e di se si e kishin hallin. Edhe me ata e zilin më keq këtë inatin. Edhe na shtrin atje në kodër me kokë poshtë. Edhe na mbajtën një 2 orë atje me kokë poshtë, edhe filloni për shembull kërcisin automatikun për provokim. Unë isha automatikut vetë, po nuk e dija se do ta tani prisim të na vrisin, do na bien nga poshtë e të vinë lart apo do na kositin nga lart e të vinë poshtë. Nuk dija do vdisja i parë apo do shikoja të tjerë që do vdisin e pa do më punë sekondash do më takonte mua. Pastaj fillon e talleshin me këta djemt që ashtu jo hani gjetelisi, maskare. Hani gjetelisi, jo nuk haj. Vetë i thoshin haj gjetelisi, edhe vetë i thoshin budallap, se e ha. Kështu, sa erdhi autobus, një kamion i mbuluar ushtarak, na çoi në Kakavi. Këtë kanë bërë